Heroi ynë kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu ka lindur me 6 maj të vitit 1405 në familjen fisnike të Gjon Kastriotit. Historia e jetës së tij është e larmishme dhe e lavdishme. Ai u mor peng nga Sultan Murati dhe luftoi për Perandorinë Otomane si general deri në vitin 1443, vit në të cilin u largua gjatë një betejë duke u rikthyer në Krujë. Në vitin 1444, ai mblodhi të gjithë princerit shqiptar në lidhjen e Lezhës, ku vendosur unanimisht të luftohej për marrjen e zotërim të Trojave shqiptare kundër Perandorisë Otomane. Në krye të ushtrisë shqiptare, pas fitores së parë kundër otomanëve në betejën e Torvjollit, Skënderbeu do të korte 22 fitore të mëdha kundër Perandorisë Osmane në vitet e luftës në krye të ushtrisë së vet, që kishte si kryeqendër Krujen. Heroi kombëtar do të njihej për luftën e tij të paepur në një vend kyç mes lindjes dhe perëndimit. Ai është i njohur si besnik i mbretit të Napolit në traktatin e Gaetës, ku mbështeti mbretin Ferdinand të Napolit në luftën civile të viteve 1460-1461. Në vitin 1463 ishte komandant i forcave të kryqëzatës së Papa Piu të dytë, ndërsa vdiq me 17 janar të vitit 1468 në moshën 63 vjeçare. Deri në këtë sakt të jetës së tij, Gjergj Kastrioti mbeti shpata më fuqishme e krishterimit në Europë. Ai konsiderohet nga shumë vende të Europës perëndimore si heroi që pengoi Perandorinë Otomane të shtrinte pushtimin e saj drejt perëndimit dhe Europës, dhe si modeli i rezistencës së krishterë ndaj pushtimit osman.